sot, ne nga emision. Do kërcem patjetër si. Ne mbrëma vajza. Mirë se erdhe në Fix Fare. Ha Juli, si erdhi e premtja kështu kaq shpejt? Pa kuptuar. Nuk e di më vajza. Shkoja kalon mirë, e bukur me e vërtet. Po ti e din që 2 ditët e mia më të lumtura kush janë? E shtuna dhe e djela. Jo. E hëna dhe e premtja. E ngatrova. Po, e hëna dhe e premtja. Mirë mbrëma miq të nderuar, mirë se erdhët në Fix Fare sonte. E ç'do të diskutojmë sonte? Ti Xhemi je kënaqur me emrin që ke? Me emrin? Po, shumë e kënaqur jam, nuk e kam ndruar ndonjëherë, siç thuhet. Nuk është e vërtetë ajo. Është momenti ta sqarojmë këtë muhabet sot. Jo, nuk e di. Shiko, Doris, ti je kënaqur me emrin që ke? Luisa, sei contenta con il tuo nome? Por në fakt nuk është e shkollaj të ndryshosh emrin, Juli. Pra emri mund të ndryshohet nëse prindrit e tu kanë menduar që të vënë një emër diskriminues apo fyes, ose... Po si mund mendojnë prindrit me të vënë një emër fyes, unë se kuptoj që prindrit... Po të kanë me inat, more, të kanë me inat, shumë dhe erdi ky? Po që na dole mër pis, edhe emrin pis, direkt, e kupton. Ose sos. Nëse ne kemi sot do ta nisim emisionin me një ankesë të një vajze, një 31 vjeçare, e cila, në fakt, në dokumenta ka emrin Prena. Okej. Prena. Pas ka emrin e gjyshes, besoj? Emrin e gjyshes, po, është vërtet, ka emrin e gjyshes, mirë po të gjithë tjerët e thrasin dhe e njohin si Genta. Po, okej. Dhe tani ajo do ta ndroj këtë emër. Do ta ndroj me letra, me dokumenta. Do ta ndroj me letra që quhet Genta. Dhe vajza ka dhënë... Për është pak vonë, Juli, sepse emri mund të ndrohet momentin që arrin një moshë madhore. Pra, bën 18 vjeç dhe ke kohë deri 19 vjeç që ta ndryshosh. Më pas jo. Një vit kohë me ndryshu emrin. Që të mendosh të gjesh një emër që ty të përshtatet ose të pëlqen. Nëse le ta ndjekim pak. Për më tepër, emri Prena nuk është emër diskriminues. Çfarë do thot Prena? Po Prena është emër Prena. Jo, dëgjoj, emër normal më duket, me thënë drejtën pak i vjetër, por emër normal. Po, ka drejt Xhemi për këtë që thosh që Prena nuk është një emër që të kesh, po themi, turp ta kesh, sepse Prena është emër shumë interesant, por që sigurisht me kohra që kanë ardhur dhe ndoshta duket i çik si i vjetruar, i çik si kështu, dhe vajza, pavarësisht se vajza pretendon që mua më njohin gjithë si Genta. Dhe ajo na ka dhënë edhe një intervistë që është vërteta, një intervistë ku ajo nuk ka preferuar që të dalë me fytyrë, pra intervista është me shpinë, dhe unë do t'i kisha thënë vajzës vetëm kaq, që më mirë të kishte dalë me fytyrë, që gjithë të njihshin si Genta, dhe të mos ta thoshin më Prena. Po jo, nuk e di askush që e ka emrin Prena. Okej, ta dëgjojmë intervistën. Prandaj nuk do t'identifikohet. Të Top Channel jam fruar nga emri e kam të vjetër gjyshes. Si? Emrin e kam të vjetër gjyshes. E ke emër të vjetër të gjyshes? Po. Si e ke emrin? Edhe s'm pëlqe. Prena. Prena? Po. Ti nuk e do? Sa vjeç jeni? 31. 31. E martuar? Po. Keni fëmijë? Jo, akoma. Akoma. Tani u kujtuat ta ndronit? Po që vite, nga 10 vite ashtu dhe... Të që ta ndrosh? Po. Çfarë do të kesh ti po ta ndrosh emrin? Vetëm thjesht që s'ndjehem mirë me këtë emër, në që do kem... Ke vajtur, ke pyetur ndjenjen civile? Po. Dhe ç'të kanë thënë? Nuk është e mundur të ndrohet, që kanë ndrur ligjet. Se lejon ligji? Ja. Në shtëpi si të thrasin? Genta. Genta? Po. Ti në rregull. Ti vetëm e do që në certifikatë mos jetë ashtu. Ka që pikëlluar se je, më vëndë mo të qaj tani. Po qanti, po qaj plas, pra. Irena, mos qaj ti, Irena. 10 vjetë që ti e kërkon me këmgullje. Mërzitesh qanë për këtë? Ja, mërzitur shumë herë, po. Mërzitesh? Po. Duhet të mbledhim parlamentin, ndrojmë ligjin për ty. Në qofë se ishte mundur, nuk është për atë u drejtama të ju. Nuk e... Emrit nuk është në atë listën që mund të ndrohet, të kanë të shpikura për janë. Ti nuk je. Po. Po ku ta gjetën këtë emër dhe ty tash? Buri, si të thret? Genta. Genta? Po. Të gjithë të shpisë Genta? Ti e shpike këtë emër në Genta, apo ta vunë ata emër? Jo, mami ti ashtu, se... Për i natë të vjerës? Jo. Për i natë të gjyshes? Jo, po mbaj emër në gjyshes, se unë prindrit nuk është ashtu, edhe nuk e pëlqenin, se unë së ndjeja mirë edhe... Po kush e buri emër në Genta? Gjyshja, s'kam bëha skarte, s'pashaportë, kështu. Po ti durodhet 60 vjetë me Genta, se... Pastaj s'do kesh më nevoj, ta përdorësh. Fjallë të mënshura në te. E ta shikoni sa ëmbël është Genta? Nuk e u shpjegoj dot. Na vash se rope lëkurë. Është një zonjush, më shumë zonjush se sa zonjë. O zonjushe. E di atë. Por me një emër të çuditshëm për të.
Faleminderit. Do shikojmë se ç'mund të bëhet. Mbydh syt e bën. Varet a e bëj dot o koçi? E bën, ti e bën. Fiks fare, u interesua pranë drejtorisë së përgjithshme të gjendjeve civile dhe pranë kësaj drejtorie, mësuam se në bazë të ligjit të gjendjes civile, ndryshimi i emrit bëhet vetëm në raste shumë specifike dhe të kufizuara. Kërkesa për ndryshimin e emrit bëhet nga vetë personi personalisht në 2 raste, kur është emri i përkohshëm ose kur ka shkaqe pa përshtatshmërie. Emri i përkohshëm quhet emri i vendosur nga prindrit dhe ky mund të ndryshohet me kërkesë të vetë personit brenda një viti nga dita e mbushjes së moshës madhore, pra nga 18 deri në 19 vjeç. Në këtë rast kërkesa përmban datën dhe në nënshkrimin e kërkuesit, i cili duhet të përcaktojë qartë emrin e përhershëm që kërkon të marrë. Raste të papërshtatshmërisë konsiderohen emra fyes, diskriminues e të tjerë. Madje në zyrat e gjendjes civile të Shqipërisë ekziston një listë me emra të papërshtatshëm për të vendosur një fëmijë. Janë 62 emra në këtë listë që nuk mund të vendosen fëmijëve të sapolindur. Emri Prena nuk është në listën e emrave fyes apo diskriminues dhe tashmë ajo e ka kaluar moshën kur duhet të bënte kërkesë për ndryshimin e emrit të saj. Fikeni dritën se nuk ju dëroj dot, më nxit jetën. Pra, Gjemi, emri sipas ligjit pra ndrohet në raste specifike, thot, të cilat janë për shkak emrat siç i the edhe ti, pra kur janë emra diskriminues ose fyes. Bukuri. Tani un po të do thoja unë që ta zgjasnim pak të kohën, pra pse e keni lënë deri në moshën 19 vjeçare këtë afatin? Pse ja 30 vjeç bëhet pishman, prap nuk e do atë. Po, mund të jetë dhe kjo. Megjithatë, po të them ca emra Gjemi që mund të ndrohen, pra. Për shkak emri bëjnë pjesë në listën e emrave diskriminues. Po, që bëjnë pjesë në listën, e kemi marrë listën ja ku e kemi. Juli është? Jo, nuk është. Nuk është Juli. Po është emri Ankim. Ankim. Po. Është emri Berr. Berr? Ose Avashe. Si ta kesh emrin Avashe ti, shkon. Në fakt kur kanë dashur të më vënë emrin mua Gjemi, ajo gjendjes civile i ka thënë mami tim, ç'është ky emër modern? Ç'është ky emër që do t'i vësh vajzës? Ja, zgjidh këtu, ke Pëllumbesha, Kafaze. Ishte edhe Kafaze, ishte një opsion, por jo. Edhe unë Julian për kësaj e kam. Për kësaj arsye, se deshi babait ma vinte emri Jul dhe ma vun Julian. Se ç'është ky Jul? Shkurt, s'bën, nuk bën. Nëse vazhdoj me emra që mund t'i ndroni, emri që ty s'ta ka fajin emri. Emri Car për shembull, emri Dërmen. Emri mund bëni përshtypje shumë ky emri Eros. Pse mund ta ndrosh emrin Eros? Nuk e kuptova. Nëse do, po mund të vihet si emër. Emri Groshe, emri Gabime. Badje unë mendoj t'ja ndrojmë Gjemi, t'ja bëjmë Gabime. Ja të një mosh madhore që s'ma ndryshojnë dot më. Emri Jenisher, apo jo, është Jenisher. Jenisheri, vetëm se Jenisher nuk ndrohet për sa kohë në koalicion me Partinë Demokratike. Mund të vazhdosh pafund me këtë listën tënde që më ka. Edhe një do ta them, edhe një, lutem. I papërgatitur. Xhenaze. Mos ja vini emrin fëmijës Xhenaze se është me Zeherre. Ky është emri jot. Helm. Zeherre. Moj Zeherre. A jam tek videot më mirë Juli. Po, do kalojmë. Do kalojmë te video që ju na i dërgoni numrin e telefonit 069 3333 313 dhe si fillim do shkojmë në Bashkinë Has. Në Bashkinë Has, në fshatin Gajrep. Rruga që lidh këtë fshat me qytetin Krum është në gjendje të mjerueshme. Cop thot. Asnjë lloj investimi nga bashkia, 1.2 km gjatësi ka rruga thot. Është skandal rruga jon. Ju lutem bëjeni publik të rast. Un jam emigrant, kalova rastisht në këtë fshat dhe më erdhi shumë keq në çfarë gjendje të mjerueshme është dhe turp nga drejtuesit e pushtetit lokal. Emigranti shpresojnë mos këtë ardhur me makinë, se do e këtë lënë. Emigranti shpresoj të mos i dhimbset aq shumë sa ta investoj vetë rrugën, sepse jo, ideja është që bashkia dhe punojësit e bashkisë ose ku diun ata që janë kompetent për këtë, duhet marrin masa se me të vërtetë shikojeni pak çfarë të merri 1.2 kilometra kjo rrugë nuk di. Jo, vetëm rrugë nuk është. Jo, rrugë s'është. Video tjetër ju? Do shkojmë në Elbasan, në Gjinar të Elbasanit. Jam thot një shofer taksie që shkoj çdo ditë në këtë rrugë thot. Në fshatin Shelcan. Fal, këtu po i bëkan varrin dikujt, nuk e di, a e pe atë. Nuk e di la. Gropën është madhe.
Ja kanë bërë gati, Po, po. Në Shelcan Lagja thot ka Të ban. mbajt një varrim. Këtat elektriku thot kanë hapur një grop të madhe pas kanë qenë A, elektriku, nxitova. Ti ngatron me këto të varrimeve. Për të ngulur thot një shtyll, gropa ka disa ditë që është e hapur dhe kur shkëmbehen makinat rrezikojnë të bien në grop. Në këtë grop thot gjigande. Po kjo është një grop që të çon direkt në Kinë. Pra është e për kështu, e çan tokën mes për mes. Pra hapi një grop as sinjalistik as gjë. Që të punohet. Dhe kabulli thot është shumë ullët thot në rrugë, kabulli i tensionit lartë dhe ka rrezik thot mos e shkelim thot e tjera kur ecin makinë. Publikoni ju lutem dhe inshallah nuk ka rrezik nëse bie në grop, Juli, të kap kabulli. Po. Se ulesh me nivel, po. Po. Inshallah po marrin masa thot ta ngulin këtë shtyllë siç duhet të mbushet gropa. Ja, sa ta gjejmë shtyllën, se vetëm shtyllë që nuk shoh aty. Ju lutem merrni masa që të mos rrezikohet jeta e njerëzve që kalojnë aty. Vazhdojmë do vinë në Tiranë, po. Prap? Po, kam dhe një. Në Astir, prap, urdhë, gropa. A mundem t'ju dërgoj, thot, një video për situatën ku ndodhen me qindra banor dhe janë në situatë skandaloze për sa i përket rrugës? Po, mundesh na e dërgoj dhe videon. Në rrugën tonë, thot, nuk kalohet. Dhe ku? Pikërisht 100 metra nga rrethi kryesor i zonës Astirit. Kur shoh këtë video, më duket sikur është e njëjta pamje kudo. Vetëm vendet ndryshojnë. Edhe qahen këta në Krum, në Hasna, andaj ne kemi mes Tiranës të, shikoj çik. Ju lutem. E vërtet, Juli, e vërtet. Ju lutem, merrni masa, ju lutem. Të gëzoj tani me një shprehje. Jo, e di të them edhe gjë. Këto rrugë kanë shkaktuar edhe një problem tjetër familjar, Xhemi. Se shkon burri me pus pista në shtëpi dhe fillon gruaja në karate. Edhe shkatron familje. E vërtet, E vërtet është. Ashtu është. Unë kam rrugën e shtrume për vetë. Burri mençur është ai që nuk bën shaka as me gruan e as me gotën. Nuk bët shaka. Sidomos pas parë njerë, jo. Falë, ç'është shaka me gotën? Ti pikshu, e ke qef? Jo, nuk jam pije dashës, po mund ta kthej ndonjëherë. Po Pa bër shaka, mama. Pa bër shaka, po shiko, sidomos me gruan mos bëni asnjë shaka. S'bë shaka. Po të marrin telefon, Juli, përgjigju. Alo, jo me qika flamuri, ha mor flamur. Publicitet. Po i